vjeçare. Ishte një vullnet të jashtëzakonshëm, kur shihej shumë edhe të moshuar që vinin nga Amerika, linin punën, linin familjet, shumë të rinj, edhe treja, kishte edhe 14 vjeçare, 15 vjeçare, vajza treja që kishin ardhur nga Amerika, nga Evropa dhe ishin gatshëm për të angazhuar në betejat përfundimtare të QKS për liri. Po. Dhe bëj që kur e morët vesh për herë të parë, nëse i rikthehemi 26 vjet më herët që gjithçka është gati të përfundojë, Serbia është gati të kapitullojë edhe me një marrëveshje, edhe NATO po futet brenda. Për arsye se flitet që ka patur kontakte direkte. Tani, dhe jo vetëm flitet, por është konfirmuar edhe me pjesëtarë të ushtrisë shqiptare të Kosovës, që kanë komunikuar me bazën e fuqishme në Bruxelles. Unë kisha kontakte drejt për drejta me drejtuesit e QKS shtabit përgjithshëm në Tiranë, që ishin atë kohë një pjesë e tyre, dhe me qeverinë e përkohshme të Kosovës në Tiranë dhe në fshatin e ri, edhe në Divjak. Dhe kisha informatet e dorës parë se vetëm pritet momenti kur Serbia do të kapitullonte, do të pranonte kapitullimin. Dhe me 9 qershor në Kumalo dihet që është nënshkruar kapitullimi midis Serbisë bashkë me marrëveshjen që ka nënshkruar generali Jackson në emër të forcat të NATO-s. Kjo ishte një datë shumë e rëndësishme sepse Serbia bënte përpjekje që të gjente hapësira, që të mos të largonte të gjitha forcat nga Kosova dhe asaj afati i fundit deri me 20 qershor maksimum që ushtari i fundit dhe polici i fundit të largohet nga Kosova. Në atë kohë isha në Tiranë me detyrë në televizion shqiptar dhe ishte një konferencë për media e ministrit atëhershëm të informatave zotit Bajram Kusumi në qendrën e Djallit në Tiranë. Dhe ishin aty gjitha mediat ndërkombëtare, ishte një konferencë që paraqiste gjendjen reale në Kosovë, masakrat që bënte ushtria dhe policia serbe si shenjë hakmarrje ndaj intervenimit të NATO-s dhe luftës të ushtrisë shqiptare të Kosovës, dhe shihnim një sinjal, një dritë të bardhë, një dritë në tunelin e gjatë, por ishim optimist se liria do të vijë dhe erdhi ashtu si ndodhi. Me 9 qershor është nënshkruar marrëveshja dhe me 12 qershor një pjesë e kforit me 11 qershor ka hyrë edhe në Prishtinë një pjesë në Kaçanik me 12, edhe OÇK-ja ka hyrë me 11 qershor në Prishtinë, në stacionun në Laxhen atje në periferitë Prishtinës, ku ka pas shtabin në zona